30 mars. Fitimi pafund. Sepse cilido që do të dojë për ta shpëtuar jetën e vet, do ta humb, por cilido që ta humb jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej. Sepse çfarë do t'i leverdis njeriut, po të fitoj tër botën dhe ta bjerr jetën e vet? Mateu 16:25 deri në 26. Jezusi ishte ekspert në bërjen e pyetjeve, veçanërisht ato lloj pyetjesh që i bënin njerëzit të ndalonin në vend dhe t'i kushtonin vëmendje. Kur ballafaqohemi me pyetjet e Jezusit, siç u ndodhi dishepujve këtu, duhet të jemi të kujdesshëm për të mos e anashkaluar efektin e tyre të synuar. Në shikim të parë, pyetja e Jezusit në lidhje me përfitimet materiale në kurrizë të shpirtrave tan mund të kuptohet kryesisht si paralajmërim për një ndëshkim që po u afrohet personave egoist. Ne tundohemi që ta lexojmë pyetjen e Jezusit në një mënyrë që e krahason atë me një nënë që i thot fëmijës së vet: "Tani, nëse nuk ja jep gjërat edhe motrës sate, e di se çfarë do të ndodh." Mirë po, kjo pyetje e veçantë i afrohet më tepër një vëzhgimi. Jezusi po tregon se çfarë ndodh atëherë kur jetën dhe vendimet tona i orientojmë rreth dëshirave tona mëkatare, rreth zotërimeve dhe arritjeve tona, rreth identitetit që dëshirojmë të kemi. Ai shprehet se të jetosh në mënyrë të tillë do të thotë të humbasësh vetë jetën tënde. Humbja e jetës, për të cilën Jezusi po flet këtu, është pasojë e menjëhershme dhe e përjetshme. Nëse e trajtojmë jetën thjesht me qasjen se çfarë mund të marrim prej saj për veten tonë, neve, në fakt, na shpëtojnë gëzimet e saj më të mëdha. Ne përfundojmë thjesht duke ekzistuar, jo duke jetuar realisht. Për më tepër, kur e vendosim veten në fronin e jetës sonë, ne heqim Jezusin nga vendi që i takon dhe pohojmë realitetin se, nga natyra, ne parapëlqejmë të ndjekim botën, në vend që të braktisim dëshirat tona për të ndjekur Krishtin. Nëse vazhdojmë kështu, ne do ta humbasim jetën e përjetshme, dhuratën që atij i pëlqen t'ua jap nën shtetasve të tij. Atëherë, si duhet t'i luftojmë dëshirat e kësaj bote në kohën e tanishme? Së pari, ne duhet të pranojmë që, siç tha matematikani dhe teologu i shekullit të 17, Blaise Pascali, ne kemi një boshllëk në trajtën e Perëndis, në thellësitë e qenies sonë, dhe përveç vetë Perëndis, asgjë tjetër nuk mund ta mbush këtë boshllëk. Ne nuk ekzistojmë për të ndjekur kënaqësitë kalimtare, por për të shijuar një marrëdhënie me Perëndinë e gjallë. Së dyti, ne duhet të reflektojmë vazhdimisht për vlerën e shpirtrave tanë, siç dëshmohet në skenën mizore jashtë Jerusalemit, ku Krishti i pa mëkat u varë në një kryq, i përbuzur, i refuzuar, i tejshpuar, i plagosur dhe i përçmuar, që ne të mund të vijmë në një marrëdhënie të drejtë me Perëndinë dhe të marrim lirisht jetën e përjetshme. Flijimi i Jezusit zbulon se sa shumë rëndësi ka për Perëndinë fati i përjetshëm i shpirtrave tanë. Ta ndjekësh Jezusin si shpëtimtarin dhe mbretin tënd dhe ta pranosh vlerën e tij mbi çdo thesar toksor, nuk është një vendim i çastit. Ky është një përkushtim i përjetshëm që jetohet çdo ditë. Nëse je gati të shkosh çdo ditë te kryqi i tij, të rrëfesh me përulësi se kush është ai dhe të heqësh dorë nga jeta jote, nga parapëlqimet e tua, rehatia jote, pasuria jote, atëherë fitimi yt nuk do të ketë fund, tani dhe në përjetësi. Mendoj se është ide e mirë që çdo mëngjes t'i bëjmë vetes pyetjen që Jezusi u bëri dishepujve të tij atë ditë gjatë rrugës. Çfarë do të më leverdis mua, po të fitoj tër botën dhe ta bjerr jetën time?